Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut në ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirësin të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe lutim Allahun e madhëruar të na udhëzojë tek e mira, të na bëjë të dashur të mirën, të na afrojë të mirët, të na largojë nga e keqja, të na bëjë të urryer të keqen dhe na largojë të këqijt. Largoft prej nesh të këqijt dhe Allahu na bashkoft me të mirat të botën tjetër. Amin. Sot kemi një temë të rëndësishme, nuk themi pak të rëndësishme sa tema e kaluar, sepse lidhet me akiden, lidhet me besimin. Pra këto mësime nuk janë thelluara, po janë mësime që japin disa udhëzime, orientime, mesazhe që saktësojnë akiden, saktësojnë mendimin tonë mbi gjërat, mbi çështjet e fesë, dhe kemi thënë dhe moralin, dhe lidhë me moralin, po ashtu, ose adhurimet, kuptimi i adhurimeve. Sot jemi vazhdimsi në një çështje që ka lidhje me akiden. Dietarët në librat e akides kanë një temë që e quajnë azgjësuesit e besimit, shkatëruesit e besimit islamit njeriut. Pasi personi pranon islamin, ai në udhëtimin e tij drejt Allahut rrezikohet, ka armiq, ka shejtanin e mallkuar, ka nefsin e tij, ka xhelin, ignorancën që ai mund të jetë. Dhe shejtani i mallkuar, armiku i tij më i hapur, më i qartë, tenton gjithmonë që ai të bjerë në gjunahin më të madh. Gjuna të cilin Allahu i madhëruar e fal apo nuk e fal? Nuk e fal. Nëse i vdes me atë gjuna. Gjuna i cili, ndryshe nga gjunat e tjerë, nëse e bën, ti azgjëson gjithë punët e mira. Gjuna, gjithashtu që nëse vdes në atë gjuna, je i përjetshëm. Je i përjetshëm në zjarrin e xhehenemit, Allah na ruaj. Nuk ke shpresë asnjë përqind, asnjë pikë që dalësh nga zjarri. Dhe ky është shirku. Shirku, i dhujtaria, ti bësh Allahut të barabartë dikë ortak në një nga gjërat, çështjet që janë specifike për Allahun Azza wa Jall, që Allahu veçohet, i dedikohet vetëm Zotit. Dhe dikush nga ignoranca, mashtrimi që i bën shejtani i mallkuar, e ka kuptuar keq, devijimi i zemrës ti për shkak gjunaheve, shkaqe të shumta, bie në të gjuna, Allah na ruaj. Nga ky gjuna kanë pasur frikë dhe profetët. Ibrahim a.s. thot: O Zot, o Allah, më largo mua, Ibrahim a.s. dhe fëmijët e mi nga adhurimi i idhujve. Ibrahim a.s. ka qenë profeti më i mirë në gradë, profeti më i mirë pas kujt? Pas Muhamedit a.s. I dashuri i Allahut, ai i cili u quajt umme, popull, një vetëm, po ishte si një popull, rëndesa, pozitat në besim dhe në shembull e mirë. Hanifën, larg i dhujtarisë, i pastër nga i dhujtaria. E ka pastruar Allahu Azza wa Jall, por se prap e luste Allahun Azza wa Jall ta largonte, ta ruante nga i dhujtaria. Dhe selefët nuk qashin për gjunahet.
nga sahabët, tabiinët, ku lexojmë biografinë e tyre, qanin për kë? Se mos qëllimet e tyre ishin të prishura, kishin sërvajsi, se mos binin në dhujtari para vdekjes. Kur është pyetur nga selefët, që po qante, se çfarë ke? Dhe i përmendi vlerën dhe pozitën e tij të lartë tek Allahu në dije, në devotshmëri. Pse i friksohesh gjunaheve? Tha, nuk i friksohem gjunaheve. I friksohem diçka që është më e madhe. A do ma pranoj Allahu besimin tim apo jo? A do ma pranoj Allahu tauhidin tim apo jo? Frika nga idhujtaria është frika më e madhe. Po të vdesësh në idhujtari, në mohim, nuk ke shpresë për dalë nga zjarri i xhehenemit. Nuk ke shpresë për të falur. Nuk ke shpresë se dikush do dërmjetësoj për ty. Allah na ruaj. Prandaj është shumë e rëndësishme të përkujtojmë vetët tona me këtë temë të rëndësishme, të njihemi sadopak me llojshmërinë e dhujtarisë dhe kufrit dhe mohimit të Allahut azza wa xal. Për shembull në surën Kehf, historia e dy shokëve që kishin kopshte. Njëri besimtar kishte më pak. Tjetri kishte dy kopshte. Lum që rriste midis tyre. Kishte më shumë pasuri. Por se ranë mohim. Mohim që kishte lidhje me çfarë? Quhet mohimi i dyshimit. Dyshoj se a do ta ringjall Allahu apo jo. Do ta rikthej apo jo. Por se shoku i tij më pas në histori vazhdon, i thot që ti ke bërë shok Allahut, pra unë nuk bëhem si ty, që i bërë Allahut shok. Thënë dietarët bën një pyetje, si i bëri shok ky Allahut barabart? Këtë çështë. Kush për jush e ka dëgjuar këtë pyetje dhe përgjigjet? Ky personi tha, nuk mendoj, tha se do ringjallet prapë, do rikthehet. Dhe nëse ringjallet tha, Ishën dyshim pra. Dhe nëse ringjallen thot të gjihet diçka të mirë ke Zoti. Ke Zoti i ton. Por se shoku i tij tha, unë nuk i bëj Allahut shok siç i bëre ti. Ku i bëri ky shok Allahut azza wa jalla? Çfarë shirku? Shirku ka disa lloje të tjera. Thënë dietarët, ra në shirkun e dashurisë, dynjas, me lidhje me kopshtin, me mbjellurat. Dashurinë që kishte për dynjan ishte gati e barabartë ose më e madhe se dashuria për kë? Për Allahun azza wa jalla. Kjo e çoi pastaj të dëshonte. Prandaj epshet janë rrugë që të çojnë në kufër ose në kujtari. Epshet. Dashuria e dynjas. Kur njeriu është zhytur në epsh, në plotësimin e dëshirave të tij, tekave, pa pyetur sa neglizhon në detyrimet që Allah i ka dhënë, detyrë për t'i bërë. Allah na ruaj gjithëve. Prandaj besimtari do të ketë kujdes gjunahet dhe do të ketë kujdes neglizhimin, rënien në neglizhencë, në neglizhencë e cila e bën atë person të zhytet në qefet, në epshet e dynjas, duke shkelur atë që Allahu ka urdhëruar, duke shkelur kufit e tij, duke bërë haramat.
dhe duke kaluar kufit. Shirkun që tham Allahu i madhëruar nuk e fal idhujtarin nëse vdes me të gjuna, gjithashtu është shkak që azjesohen gjithë punët e mira dhe gjithashtu është i përjetshëm në zjarrin e xhehenemit. Nëse birri i Ademit vjen me gjunahe sa qielli dhe toka, pa më bërë shok mua, do i vi me falje dhe mëshirë sa qielli dhe toka. Po kushti i cili është ta më bërë mua të barabartë, sepse idhujtaria është gjunahi më i poshtë, më i rrezikshëm, po është më i poshtër. Pse? Barazon krijesën e dobët, mangët, me kë? Krijues, madhështor. Absolut. Dhe profeti Islam thot, gjëja që friksohet më shumë për ju është shirku i vogël ose i fshetë. Që është më i fshetë se çfarë? Se milingona e zezë në shkëmbin, e zi në natën, e zezë. Quhet shirku i qëllimit. Të gjithë ne do të kemi kujdes, sepse gjithmonë qëllimi jon ka nevojë për ripërtëritje. Gjithmonë. Për ty Allah, për ty, vetëm për ty. Dhe gjithmonë duhet ta forcoj akiden, besimin, bindjen, dhe të njihet me krijuesin e tij. Çdo të thotë bësh i punë për hir të njerëzve. Allahu na fal. Dhe çdo të thotë të bësh i punë për Allah, a barazohet? Nuk mund barazohet të kur. Adhurimi i takon Allahut. Përgjërimi i takon Allahut, madhërimi i takon Allahut. Jeta ime, thua, jeta ime, vdekja ime, namazi im, kurbani im, janë për këtë. Inna salati, o nusuki, thuaj, namazi im, kurbani im, kjo është traditja, në bëni Allah. Kurbani im, jeta im dhe vdekja ime janë për Allahun. Vetëm për Allahun. Kështu jam urdhëruar. Dhe unë jam i pari muslimanëve, i pari të nënshtruarve. Unë garoj në këtë. Unë garoj për të. Idhujtaria më e qartë është kur personi lut dikë tjetër për Allahut. E morëm ne në mësimin e kaluar para dy mësimeve, kur thamë që lutja është adhurim. Qoftë lutësh pejgamber, qoftë njerëz të thjesht, qoftë lutësh të gjallin që s'është prezent, qoftë lutësh të vdekurin për gjëra që pra ai nuk gjon një herë, po nuk lutet i vdekurin, as i gjalli për ato që s'ka mundësi, as i gjalli kur s'është prezent. Thot Allahu Azza wa Jall, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk." Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Mos lut post Allahut atë që s'të bën dobi dhe dëm. Dhe nëse e bën këtë, je prej zullumqarëve, prej idhujtarëve. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, men mat, gjoni mirë të hadith, kush vdes, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dakhala an-nar. Kush vdes dhe ai ishte prej atyre që luste dikë tjetër përveç Allahut dhe barazonte me Allahun në lutje, do të hyjë në zjarr. Allah na ruaj. Një nga llojet që e azgjestojnë besimin, se tema jonë është për kë?
është për akiden për azjesuesit e besimit, që e rrëzojnë, shkëtorojnë besimin në bazë, në origjinë, del nga feja. Më kryesora që thamë është idhujtaria, ti bësh Allahut barabartë. Dhe llojet e saj. Dhe gjithashtu kemi disa vepra që janë një të ngratë, që janë për kufrit, për mohimit. El-ishmi'zazu l-qalb min tauhidillah wa nufuruhu min du'aihi wal istighatha bihi wahda. Ka gjëra të cilat mund të asgjësojnë punën e mirë, që i ngjan idhujtarisë, vetëm nëse ti e ndjen diçka, gabim, padrejtësisht. Për shembull, kur personi për shkak të edukimit keq që ka pasur nga baballarët e tij ose nga mësuesit e tij, kur ai dëgjon mësime ose dëgjon dikë që fton në adhurimin e Allahut vetëm, ose dëgjon dikë që i lutet Allahut vetëm, zemra e tij irritohet, mërzitet, ngushtohet, ndjen neveri nga tauhidi i Allahut dhe lutja e tij i vetëm dhe kërkimi shpëtim prej tij të vetëm. Është i kundërti i besimtarit. Një person i cili ka një zemër aq të smur dhe aq të vdekur, sa kur dëgjon madhërimin e Allahut, keni besoj, unë e kam me dëshmi në jetën time. Ka njerëz që kur i fton në Islam dhe i kujton njësimin e Allahut në adhurim, besimin e Allahut, ai të merrohet, s'do të dëgjoj. Për mua ka ndodhur. Ndjen irritim, nuk ndjet rahat. A urren këtë gjë? Dhe këta persona në të kundërt ndjejnë qetësi dhe rahati kur bëhet idhujtaria, kur mohohet Zoti, kur i bëhet Allahut barabartë, kur lutet dikush tjetër për Zotit, për gjallë ose vdekur. Thot Allahu Azza wa Jall për këta njerëz: "Wa idha dhukira Allahu wahda ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah." Allahu i madhëruar na përshkruan, na tregon në Kur'an shumë kategori njerëzish në lidhje me besimin, mohimin, falënderimin, mosmirnjohjen, dyshimin, hipokrizin, sefajsin, shembuj të ndryshëm. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe ka për njerëzve që kur ata dëgjojnë dhe shikojnë madhërimin e Allahut, zemrat e tyre ndjejnë mërzitje, irritim dhe ngushtim. Ata janë të cilët nuk besojnë në botën tjetër. Ata janë të cilët nuk besojnë në ditën e gjykimit. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Dhe kur ata ngjojnë mohimin, kufrin, idhujtarin, shirkun, kur ata ngjojnë që botallet bethen, kur ata ngjojnë që në çmot feja, kur ata ngjojnë idhujtari, shikojnë, kënaqen, rahatohen. Kjo ndjenjë ja zgjeson punët, nëse është e qëndrueshme në zemër. Kur njeriu urren, mërzitet, irritohet nga tauhidi i Allahut, nga njësimi i Allahut, nga besimi në Allahun Azza wa Jall, nga dashuria për Allahun për shembull, ose kur fletet për frikën, për
për shpresën, për mbështetjen tek ai, për adhurimin e vetëm të tij, për lutjen të vetëm të Allahut Azza wa Jall. Ai irritohet, shqetësohet, nuk rrim i vend, do të ikë. Dhe nëse ngjon të kundërtën, i dhujtarin, shikon, e kënaqet. Kategoria ose lloji i tretë që autori sjell, thot bësh kurban për dikë. Pra therrësh një kafsh, ta therrësh të kafshën si madhërim për një person, qoftë i dërguar, për i dërguarve të Allahut, qoftë aulia, wali, për njeri i mirë, kush të qoftë. Nëse bën kurban, shenja adhurimi, atëherë ke rënë në një vepër që azhëson punët, azhëson besimin tënd. Thot Allahu Azza wa Jalla në surën Kauthar, një surë që ju e dini gjithë, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar yani idhbah lahu. Salli li rabbik, falu për Zotin tënd, wa idhbah. Pra, therr kafshën për baktive për hir të Allahut. Dhe tek Allahu nuk shkon as mishi dhe as gjaku, po çfarë shkon? Devotshmëria që keni në zemra, bindja juaj. Po kjo bëhet për kë? Për Allahun. Nëse e bën për xhin, për engjëll, për profet, për çdo kënd, e azison punën. Shkataron. Ke rënë në mëkatin më të madh. Shembulli tjetër i atyre punëve që shkatarojnë besimin është të zotohesh për një krijesë, për krijesave, për të në shenjë adhurimi dhe madhërimi për të. Për shembull, ne zotohemi për Allahun, apo jo? Zotohemi, themi, pra japim besën Allahut, zotohemi për emrin e Tij, që nëse e bën këtë, unë zotohem se do bëj këtë punë të mirë, do bëj këtë kurban, do agjëroj kaq. Ky është zotimi. Por nëse unë e bëj këtë gjë për një krijesë të shenjë adhurimi, kam rënë gjithashtu një nga punët më të rrezikshme, që është për idhujtarisë, që të kanë vetëm Allahut Azza wa Jall, që është zotimi e nadhru. Thot Allahu Azza wa Jall kur përmend fjalën e Merimit alayha salam, thot Rabbi inni nadhartu lak ma fi batni muharrara. O Zoti im, unë nadhartu, pra unë zotohem që kjo që kam në bark është për ty. Do ta kushtoj, pra do ta edukoj këtë person, pra fëmijën tim, më falni, që të jetë adhurues ndaj teje. Pra, do ta edukoj këtë fëmijë dhe do përkushtohem që ky fëmijë të jetë prej robëve tu të sinqertë, devotshëm. Gjithashtu nga punët që e anxieson besimin është tavafi rreth një vendi, rreth një varri, një tyrbe, siç bëhet rreth Qabës, dikush rreth pra një tyrbe ose një varri bën tavaf. Me qëllimin se do afrohet tek ai, i pranohet lutja, shpreson pra në shenjë adhurimi, shenjë afrimi tek ai, tek personi që po bën pra i varrit ose i tyrbes. Dhe Allahu Azza wa Jalla thot: "Wal yatawafu bil bayt al atiq." Dhe të bëjnë tavaf rreth Qabës, shtëpisë së shenjtë, shtëpisë së vjetër. Gjithashtu nga punët të cilat e azhësojnë besimin është nëse personi mbështetet të plot, mbështetje që i takon vetëm Allahut Azza wa Jall, i mbështetet dikujt tjetër për krijesën, në realizimin ose në
përmbushjen e atyre dëshirave të tij ose mbrojtjen nga asaj që i friksohet, plotësimin e nevojave, ai mbështetet të plot siç i mbështet Allahu të Madhëruar, i mbështetet shehut, dervishit, kudiona, i personit që i mendon se ka në dorë t'ia plotësoj atë tonë dëshirën ose t'ia heqin atë të keqen që ai ka. Gjithashtu, rukuja, sejdja, i takon kujt? Vetëm Allahu Azza wa Jalla. Nëse dikush bën ruku dhe sejdë për ulje ndaj dikujt përveç Allahut Azza wa Jalla, në shenjë adhurimi, ai ka rënë në idhujtari. Dhe nuk lejohet gjithashtu dhe në shenjë përshëndetje. Ka disa popull që përshëndesin në të lloj forme. Kjo ndalohet. Ose ka sporte që përshëndesin gati gjysmë rukuje. Nuk lejohet gjithashtu. Gjithashtu, prej gjërave që e azjesojnë besimin është mohimi i njerëve për shtyllave të Islamit. Për shembull, dikush thotë nuk jap zakat. Nuk falet. E mohon. Nuk është e pranon, e mohon. Si shtyll. Se kam detyrë. S'është për mua shtyll. O e ka thënë Allahu Azza wa Jalla dhe dërguari i tij. Jo. Ose mohimi i njerëve për kushteve të besimit. Thotë, se besoj s'ka engjëj. S'ka të gjykimi. S'besoj të caktimi i Allahut. A është besimtar? Jo. Nëse ai thotë shahadetin, është besimtar? Nëse ai mohon engjëjt ose librat, është besimtar? Jo. Një nga kushtet e besimit ose shtyllat e Islamit, mohosh njërin vetëm. Ta mohosh, mos e pranosh, azjeson besimin që ke. Lloj tjetër që azjeson besimin është urrejtja e Islamit. Vetëm urrejtja. Ose prej çështjeve të fesë, për të cilat ka unanimitet midis dietarëve, tek dietarët, që kjo është prej fesë dhe ajo urren, nuk e do. Qoftë çështje lidhet me besimin, me adhurimet, ose marrëdhëniet shoqërore, ose lidhje me gjykimet e dispozitat, që ka lidhje me ekonominë, ose martesën, ose me moralet. Thot dikush, për një çështje e cila është dispozit e qartë fetare. Thot nuk e pranoj. Nuk du. Daj kamatën. E urrej ndalejimin e kamatës. Ky person është musliman? Jo. Thot e urrej zakatin. E pranoj pa urrej. Musliman? Jo. Nuk është musliman. Nëse ai nuk e do. Nëse ai nuk e do. Nëse e urren një nga çështjet e Islamit, për cilat nuk ka kundërshtim, është detyrë, është normë, është dispozit, është ligj. Dhe ai e urren fen në tërësi ose një pjesë të saj, ai dal nga feja. Kuptueshme? Thot Allahu Azza wa Jall, "Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, fa ahbata a'malahum." Dhe kjo ishte për shkak se ata urryen, nuk e deshën atë që Allahu zbriti. Dhe Allahu ja azjesoi punët e tyre. Dhe Allahu, për shkak të urrëties të asaj që Allahu zbriti, për shpalljes, Allahu, jo munafiqët gjithë. Kjo është si, kjo është i parë. Quhet si dushti. Munafik, jo munafik, quhet si dush. Kjo është si munafikëve, normalisht. Po se si e jo besimtarëve, përgjithësi. Lloj tjetër është tallja me fe, me Kur'anin, me Sunetin, rrugën profetike.
Me një hadith, të dikush, që është hadithi me mizën, që ka thënë për i dërguar i Zotit, fute prapë, por ra fute prapë. Qa është kjo hadithi? E talët, ha. Që është kjo hadithi me mjekrën? Linë mjekrën. Që është kjo hadithi? Që është kjo hadithi kuranor që të Allahu në Kuran? Mos ju afro zinas. Pse, që ka zinaja? Kësh lidhje? E talët. E bën tjetë për qesh. Por se, çështja e talljes ka shtjellim. Pra e thamë që tha shtjellim që janë çështje të cilat ka shtjellime që duhen shtjelluar, se jo çdo kush që bën një lloj shakaje ose tallje mund të bie në kufër. Po jo në lidhje me fen, në çfarë simbolike të fesë bie në kufër. Po çka ka lidhje me tallje që i përket personit, si person, për shembull me Yunuzin, me Abdullahin, me kujtimin. Pra i bën një tallje me individin. Edhe pse ky individ ka diçka simbolike të fesë, dhe ka qëllimin tek personi. E urryer është kjo, se tallja në origjinë me çdo kënd është e urryer dhe nuk pranohet. Por se dietarët bëjnë ndryshim ke çështja e rënës së kufër. Allahu Azza wa Jall thuaj e me Allahun kul e billahi o ajatihi o rasulihi kuntum testehziun, të munafik. A ju thot thuaj atyre, a me Allahun argumentet e tij, të dërguarin e tij, po talleni, ishit duke u tallur? La ta'tadiru, mos u justifikoni. Shumë e rëndësishme. Shumë namazin, nga namazet që u falë një xhami, nuk ka rëndësi ta them, prezantova unë, edhe u falëm në katin e dytë. Xhamisë pjesa e grave se kishte një shkak që s'falem dot poshtë. Në nga xhamitë e Shqipërisë. Aty ishin varur shamit. Se vjen varur shamit, se ka gra që thosha janë nuk kanë mbuluara, po kur fal namazin mbulohen e falen, apo jo. Dhe tha një vëlla aty me qeshur. S'ka shamia për gjithë ju. I tha atyre që më vishin si. Ha, qeshën sa. Një vëlla me drejt u pret, ndoshta nuk është në të gradë, sa mos u tallej me fend. Dhe t'ju asgjësohen punët, pa e ndjerë. Pa kuptimin e fjalës tij. Pra ky nuk e tha për të tallur me fen, po bëri shaka, po diçka që ka lidhje me simbolik të fesë të rëndësishme që është shamia. Që s'bëhet. E kuptueshme? Gjithashtu nga gjërat që e azhësojnë besimin është sharja, ofendimi i Zotit, i dërguarit, ose mallkimi i Zotit, i dërguarit, i fesë. Shumë ka popull, ka popull që kur nxehen shajnë Zotin, shajnë fenë. Shesh që kemi në shqita i luqqa, si është? I luqqa fen, si është? Është i shprej i luqqa fen. I luqqa fen. Bëndë të qkapësh. I luqqa, ja bëja zora. Janë të shprej, gabim. Dhe ka për shumë italianët thënë që kur nxehen, ofendojnë Zotin. Edhe greket më kanë thënë për të gjë. Ose ofendimi
ose ta nënçmosh profetit sallallahu alaihi wasallam ose sahabët, sahabët kam qëllimin jo individ, po gjithë sahabët, në nga gjëra që lidhen me fenë e tyre, me moralin e tyre islam. Gjithashtu nga gjërat që e asistojnë besimin është mohimi i emrave të Allahut ose një nga emrave të Zotit që ka argument të saktë, ose njërit ose të gjithave cilësive të tij. Ose të mohosh veprat e Allahut, për shembull të mohosh nga cilësitë e Allahut azza wa jall është ardhja, zbritje. Ardhja e gjykimit ose zbritje në qendrën e dynjas. Disa mohojnë, të zbret mëshira. Po ku ka diçka që duhet sqaruar, nëse ka nga ignoranca ose ka me komentim gabuar, pra ka një argument që e përdor që s'është në vendin e dur, atëherë nuk dalim në, pra themi që ky ka bërë kufër që del nga feja. Kjo ishte edhe fjala e Ibn Taymiyes, Allahu më shëroft, thot edhe nëse ata më bëjnë mua, pra mosbesimtar, unë nuk i bëj mosbesimtar ata për fjalën që thonë, që është për kufrit, po kanë çfarë? Ignorancë ose kanë ta'wil. Pra e komentojnë gabim. Po kanë një mbështetje diku. Prej argumenteve që i keq përdorin në argumentim. Gjithashtu, nga gjërat të cilat e asistojnë besimin është të gjykosh me një ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Me kusht që e shikon ligjin tjetër më të mirë se ligji i Allahut. Ose shikon ligjin e Islamit jo të vlefshëm për kohën dhe vendin. Ose thot lejohet të gjykosh dhe me ligjin e Allahut dhe me ligjin e tjerëve. Lejohet. Keni kujdes se këto janë kriteret që unë i përmend, po janë shumë të rëndësishëm. Sepse kush gjykon me një ligj tjetër për ligjin e Allahut dhe beson se ligji i Allahut është më i mirë, dhe ai duhet gjykosh me të, duhet gjykosh dhe beson se është ndaluar të gjykosh me një ligj tjetër për ligjin e Allahut, ky nuk është jo besimtar, është besimtar. Për shkak se ka gjykuar me një ligj tjetër për ligjin e Allahut, për shkak kujt? Të një epshi ti, interesi, për rishfet, për shumë. Ose për interes, për një shoqërie, ose një ndërmjetësimi. Nuk kuptove? Ndryshimin? E kuptuat ndryshimin? Ndryshimin e kuptuat, ndryshimin midis kur është besimtar dhe kur është besimtar? Dori? Si që jemi në sot, për shumë. Jo s'ke hapësirë me gjyku me ligjin e Allahut. Jemi ju flasë për gjykatësin. Jo për ty. Për gjykatës. A që gjykon. Ose, tani i vim, e që the ti, të gjykohesh, kërkosh gjykim, jo në ligjit e Islamit, dhe gjithashtu, të mos jesh i kënaqur me gjykimin e Islamit. Ose shikon veten e tij kur gjykohet me ligjin e Islamit dhe shikon tek vetja e tij shikon ngushtësi, mos pranim. Siklet. Sa gjykim i ashpër ishte. Ose ishte më mirë kështu. S'dihet rahat, nuk e pranon, nuk është i kënaqur. Thot Allahu azza wa jall, fala wa rabbika. Kurse si, pasha Zotin tënd. S'u ndryshe. Ata nuk kanë besuar. Nuk kanë besuar. Deri kur? Të gjykohen tek ty. Kushti i parë.
të gjikohen të ty në atë që kanë rënë konflikt midis njëri tjetrit. Pastaj i dyta, mos të gjejnë tek vetët e tyre, mos të gjejnë harajan mimma qadait, siklet, urrejtje, mërzitje, ngushtim, në atë që ti gjykove për ata. Dhe e treta, dhe të dorëzohen u yusallimu taslima, dorëzohen plotësisht. Ta pranojnë gjykimin plotësisht. E kuptueshme? Tori? Kuptueshme? Gjithashtu nga çështjet që azisojnë besimin është të japësh, pra të besosh se një sistem tjetër, për sistemin islam, ka të drejtën të bëj ligje. Për shembull, demokracia, ose fashizmi, ku diuna, sistem që ka kaluar, ose i sotun, ka mundësi të bëj ligje të duhura për njerëzim. I lejohet. Edhe nëse janë kundërshtim me ligjin e Allahut. Allahu Azza wa Jall, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din. A mos ata kanë ortak pos Allahut që ligjësojnë, bëjnë ligje për ta. Bëjnë ligje për ta në lidhje me fenë e tyre, për asaj që Allahu si lejoi ata. Pra nuk është përputhje me ligjin e Allahut. Gjithashtu nga gjërat që azëson besimin është të bësh haram atë që Allahu ka lejuar, të lejosh atë që Allahu ka bërë ndaluar, haram. Siç mund të thotë dikush, lejohet zinaja, lejohet alkooli, lejohet kamata. Gjithashtu të besosh në ideologji të tjera bashkë me Islamin. Pra, thosh, unë besoj, jam musliman, po besoj edhe tek bazat e sioniste, ose komuniste, ose socialiste, ose nacionaliste. Besoj në, pra, si ideologji, si qëtë masonie, bazat masone, bazat sioniste, bazat dhe njëherë komuniste, ose bazat e laicitetit, që ndan fen nga shteti ose politika. Dhe këta persona, të cilët besojnë në këtë lloj ideologjish, janë për aty të cilët thonë, për shembull, ata të cilët ecin në bazë të nacionalitetit, besojnë si fe, sepse në fillimin e shekullit 20 u përhap kjo. Muslimanët u ndanë, duke thënë, subhanallahu, jepshin në mediave, ti je algjerian, ti je egjiptian, ti je libanez, ti je saudian, ti je nga katarist, ti je kuvajtian. Një lloj përkatësie në bazë të nacionaliteteve, gabuar që i çoj këta persona, ta muslimanë shëqoj në përçarje. Dhe i jepshin përparësi kujt? Arabit ateist, mbi indonezianin për shembull, indonezianin që ishte musliman. Sepse i jepshin më shumë përparësi kujt? Përkatësisë për nacionalizmin. Që do të propaganda feja ime është shqiptaria. Allah në arruhet. Me ka që inshallah mbyllë, se ndoshta u lodhët më bëne Allah, ka ca pika tjera, po inshallah përmendim e që vjen, e bëjmë shkurt mësimin që e ardhshëm inshallah. E lusë Allah në më dhëruar që këto fjalë që më thash të kem pasur dobi, edhe çfarë më ka shpëtuar për gabimeve e shpremeje, dhe
shejtanit të mallkuar dhe çfarë e kam qelluar është për Allah të mëdhëruar vetë. Prej ti është suksesi dhe çdo e mirë.